Por drejtimin e seancës, përveç meje, në panel do të jenë edhe Lavdosh Jaupaj dhe Lida Miraj. Dy autorët do të promovohen sot. Krahas. Mund zini vend, ju lutem, se kemi vetëm një orë kohë. Asë është ugur. Atëhere, si që jemi të njoftuar më para nga programi i panajrit lidhë për vitin 2025, që zhvillohet me këto datat të zhvillohet nga dje, sot dhe nesër. Sot është programi për Institutin Arkeologjisë nga ora 13 deri në orën 14:05. Tani si mbas një lloj planifikimi që kemi bërë në vitin e kaluar, mund ta kalojmë slide-in. Po. Në këto libra që shihen këtu, pra janë miratuar për promovim i produkt shkencor i Institutit Arkeologjisë për vitin 2025. Pra është rreth 9 libra apo 9 monografi, njëri për cilë është album. Pra është libri im, albumi, është monografia e Kurtit, e Belisa Mukës, e Lida Mirajt, Eduard Shehit, Olgita Cekës, Lavdosh Jaupajt, Vasil Bereti, i cili edhe pse është jashtëm është produkti joni, dhe Nevila Mollës dhe Richard Hodges për butrintin. Një pjesë e këtyre janë promovuar në muajin nëntor 2025 dhe prandaj ne nuk do të ndalemi në promovimin e tyre. Pra, librat që shihen në slide janë promovuar në nëndorin e kaluar. Dhe sot do të promovohen vetëm 3 tituj. Për krenarët i lire në Shqipëri dhe në Kosovë, album. Është libri i Lavdosh Jaupajt dhe libri i Lida Mirajt. Në si mas programit. Tani, është me tjetër, me qenë se jam këtu në panel, në drejtimin e seancës, pra po filloj direkt me prezantimin e punës time që lidhet me përkrenarët. Tani, pasi u kry libri i përkrenarëve, u mendua që të bëde një album i përkrenarët i lirë në Shqipëri. Çfarë të reja është sjell ky libër, shumë shkurt. Për herë të parë kemi një katalog apo një përmbledhje gjithë një database në shqip të gjithë përkrenarët zhvilluar në territorin e Shqipërisë dhe të Kosovës. Rrisia e parë. Rrisia e dytë kemi dhënien e dokumentacionit të plot të këtyre përkrenarëve bashkë me databasin apo katalogun për katës. Për të dy vendet. Rrisia e tretë është për herë të parë ne kemi tashmë në këtë libër përqasja e pikpamjeve të ndryshme lidhur me origjinën e përkrenarëve i lirë në Shqipëri, pse quhen përkrenarë i lirë dhe cila është origjina e tyre, mendimet e ndryshme të studiuesve dhe të huaj dhe vendas. Kjo është harta e përkrenarëve të zbuluar në Shqipëri dhe këto një lloj strukture pak a shumë të kësaj teme që është edhe e albumit njëherëshëm. Çfarë kemi me armë ofensive, armët e sulmit janë shpatat, kamat, heshtat dhe thikat dhe pajisje mbrojtëse të kompletit mbrojtjes të aristokracisë ushtarake i lire, pra janë helmetat apo përkrenarët, parzmoret, kallçit dhe mburojat rrethor emrat. Zakonisht janë pajisje të aristokracisë ushtarake, për herë të parë dalin në periudhën subgjeometrike dhe kryesisht në atë arkaike, për të bërë tipar kryesor në gjatë periudhës klasike
dhe sidomos asaj helenistike. Më poshtë jepen me imtësi të gjitha këto, po para se shkojmë tek imtësitë e tjera, unë dëshiroj të falenderoj Akademinë e Shkencave për mbështetjen financiare për botimin e librit. Dëshiroj të falenderoj Institutin e Arkeologjisë, Departamentin për Historisë atë të Antikitetit i lirë, për sugjerimet e tyre të vlefshme gjatë diskutimit të këtij libri. Dëshiroj të falenderoj punonjësit e gjithë muzeve arkeologjike historike në Shqipëri dhe padyshim dhe ato në Tiranë, të Institutit të Arkeologjisë dhe të fondeve, përkatësisht me që i kanë këtu në ekspozit kam Eda Antonin dhe më vonë Mel Slabin, në shën fonde Sami Hasa, të cilët kanë qenë gjithmonë të gatshëm për të vënë në dispozicion objektet e kërkuara. Dhe padyshim recenzentët Meritan Ceka, Skënder Aliu, redaktori gjyqësor profesor Heri Shehu. Sigurisht edhe për herë të parë një nga veçoritë e kësaj pune është edhe analiza spektromagnetike të fluorescencës të bëra nga profesoresha asociuar Olta Cakaj e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, FSHN-s. E cila sigurisht jo se janë gjithë nuk japin të dhëna shumë të plota, por diçka japin për të na orientuar më qartë për të gjykuar rreth origjinës dhe produktit të këtyre përkrenarëve. Këto janë elementet mbrojtës, pra paimet mbrojtëse të një luftëtari i lirë e merat. Dhe këto janë përqimbjet e dhëna për çdo struktura pra e armëve mbrojtëse apo pajisjeve mbrojtëse të një luftëtari i lirë, ku shumë dominant siç e shihni helmetat i lirë për bronzi dhe me përqimbjet përkatëse vijnë pastaj parzmorët, talqitë dhe mburojat rrethore. Këtu kemi tipologji të përkrenarëve i lirë, përveç përkrenarëve i lirë që bëjnë shumicën, mbi 80%, kemi edhe përkrenarë të tipeve të tjera të vjetra në Shqipëri gjatë viteve. Dhe këto janë korintiket, kemi një ekzemplar, atiket një ekzemplar, maqedonaset po ashtu një ekzemplar dhe një helmet të tipit kelt po kështu një ekzemplar. Numri i përgjithshëm është më poshtë, besoj. Në Shqipëri kemi 33 përkrenare të gjetur në 29 vend gjetje. Dhe në Kosovë kemi 7 përkrenare i lire të gjetura në 4 vend gjetje. Totali është 33 për Shqipërinë dhe 40 për të dy vendet. Hartat përkatëse. Me përkrenar janë marrë një numër i madh studiuesish evropian dhe shqiptar, njëkohësisht, që nga fundi i shekullit të 19 ne kemi për herë të parë arkeologët që janë listuar në slide dhe pikpamjet e tyre të ndryshme mbi origjinën, përkatësinë, prodhimin e merat. Nga arkeologët të Ballkanas kisha veçu janë Terzhanin, Blečićin dhe Ratko Vasić, që janë marrë intensivisht me çështjen e problemet të këtyre përkrenarëve. Ne shqiptarët, nga arkeologët vendas shqiptar pra, kemi duke filluar me Gjetçovin, pionierin e arkeologjisë shqiptare, i cili ka hyrë në histori edhe si zbuluesi i përkrenarës parë i lirë në vendin tonë, pastaj vinë arkeologët që gjatë gërmimeve ku kanë dalë dhe janë marrë ose kanë botuar informacionet të plota apo të pjesshme mbi përkrenarët i lirë, gjithë lista që është aty. Të gjitha ato kanë kontribuar në informacionet mbi përkrenarët i lirë në Shqipëri. Edhe në Kosovë, sigurisht. Tani, diçka mbi morfologjinë e përkrenarës i lirë, emërtimet e terminologjisë përkatëse të kësaj veshje mbrojtëse. Çfarë është përkrenare? Është një veshje prej bronzi që mbron kokën e luftëtarit në luftim në distancë të afërt. Është i lirë sepse është përdorur nga ilirët, sepse çdo strukturë parashtetërore apo shtetërore kishte modelin e saj të përkrenarës. Pra, nuk ishte. Është i lirë, është i lirë. Është maqedonëse apo është korintike e mera.
Këto janë elementët morfologjik të përkrenarës, ilire. Edhe këto janë të shpjeguara në mënyrë më të detajuar elementët morfologjik të kësaj përkrenarje. Për të mos u zgjatur shumë, është një tabelë statistikore përkrenare të zbuluar në Shqipëri, që siç thash janë 33 dhe në kolonën e fundit kemi edhe bibliografinë ku ato janë votuar nga autorët përkatës. Dhe e njëjta gjë edhe për Kosovën, ku sigurisht duhet të veçoj kontributin e veçantë të profesorit Edi Shukriu, e cila ka botuar dhe një monografi për perioden antike në Kosovë, ku përfshin dhe përkrenaret. Në Kosovë është gjetur një përkrenare tipit frusfund, pra përkrenare kategorisë që janë gjetur hedhur në ujërat e lumit Drinit Bardh, është një ritual që mjaft i njohur në periudhën antike në Ballkanin Perëndimor dhe sigurisht edhe në Greqi. Tipologjia, një nga vlerat e këtij libri, desha të theksoj, në fakt do ta bëj cekta, por nuk është këtu, është se për herë të parë kemi një klasifikim të plot tipologjik të përkrenarës zbuluar në Shqipëri dhe kemi 4 tipe dhe 9 tipe variante e merat. Dhe këto janë tipet dhe variantet e përkrenarëve. Kemi edhe një dukuri tjetër që nuk e ndeshim as në Greqi dhe as në Maqedoni. Maqedonia ka 40 ekzemplarë përkrenare, për ka nga tipi 2 deri ke tipi 3, ndërsa në Shqipëri kemi 2 ekzemplarë të një tipi transitional apo hibrid, tipit hibrid, që do të shfaqen më vonë, dhe kemi për herë të parë përkrenare të tipit të 4 apo 3B, që kemi vetëm ne si favor, edhe ka edhe Kroacia, ka sigurisht edhe Peloponezi. Tani tipi të ra, që është tipi më klasik, që edhe studiuesit më që se pranojnë emërtimin ilir, dhe ato janë detyruar të pranojnë që ky është tipi më i përhapur në Ballkanin Perëndimor dhe është variant i lir. Tipi të ra, që ka 4 variante, dhe ekzistenca e gjithë këtyre varianteve, gjithë këtyre tipeve dhe varianteve sigurisht është një argument i fortë për të thënë për karakterin endogjen të përkrenarëve, veçanërisht duke filluar nga tipi i 3 lart. Një nga studiuesit më cilësor apo më produktiv të përkrenarëve është Herman Flugu, i cili ka botuar një studim të plotë mbi përkrenarët të ilire në Ballkan, dhe tipologjia e tij është kjo që është shkruar në slide. Dhe ne kemi përzgjedhur tani tipet me qëllim pak edhe metodik, me qëllim që të rinjt, arkeologët e rinj apo studentët, sapo ta gjeni përkrenare, të jenë dhe gjendje ta klasifikojnë atë në tipologjinë e pranuar pra në literaturën e sotme. Këto janë 4 tipet e përkrenareve, pra si që shihni çarja mbiveshore gjithmonë është një element dallues, si ndryshon nga tipi parë, ke borovat, azon tipi 1B që kemi në borov, nuk ka hapje mbiveshore, pra kalota është gjithmonë sferike, gjithmonë, pas ke tipi 2 kemi një hapje të ngushtë mbiveshore, ke tipi 3 kemi tërgënjë 2 bërënjishëm, dhe ke tipi 4 kemi kalim të lakuar, trum lakuar të pjesës mbiveshore. Pra në gjëra teknike, këto që edhe tipi, këto edhe njerë tipet, edhe variantet, dhe tipi për herë të parë kemi në Shqipëri, sigurisht e thash më sipër tipin hybrid type, apo transitional, që përfaqësohet nga rasti apo ekzemplari i Bitinskës dhe i Apollonis, që do të shfaqim më vonë. Kjo është tipologjia e tipeve dhe njerë me kronologjinë e tyre përkatëse, kush janë të gjitha në album, dhe unë nuk po zgjatëm tani të bëj shpjegimet, numri përkatës e më radhë. Pra sa i përkasin se cilit tip. Kjo është një diagram e tipologjisë përfaqësuar gjeometrikisht pra këtyre varianteve të përkrenarëve ilire në territorin e Shqipërisë, dhe kemi gjithashtu edhe në Kosovë, ku kemi kryesisht të gjitha përkrenarët të takojnë tipit 3, variante A1, A1A, 2A dhe 3A. Diagrama që trajtojnë këtë tematikë e njëjta në Shqipëri, në Kosovë,
Dhe fillojmë tani me përkrenarën. Unë jam përpjekti paraqes shumë shkurt gjitha përkrenarët e zbuluar në Shqipëri. Po, profesor Shkënderi më thotë ngutje pak, edhe unë po ja ngutem. Dhe kjo është rasti Borovës. Varianti 1B kemi Borovë, si që të themi. Janë 6 ekzemplarë në Ballkan, ka 6 lindë dhe 1 janë në 7. Kjo është rasti i Ungrit, është gjetje e Gjetshovit, është gjetje shumë e hershme, varianti 2B. Pas e variantin kalimtar apo tranzicional që tharë kemi rastin e Bitinsë dhe të Apollonisë, dhe mendohet që këto të jenë produkti faktarëve vendas në përpjekje për të gjetur formë unike, pra që të mos mbareshma. Ja dhe vizatimet apo fotot e këtyne, është Bitinska në këtë rast, dhe Apollonia në rastin tjetër. Kjo ka qenë, është e vogël në përmasa dhe është ceremonial ceremonial use. Vazhdojmë me përkrenare tipit 3A1, e cila ka rreth 10 ekzemplar në Shqipëri, sipas vendeve, dhe secili variant pas e ka specifikat e vete, ku dallohen variantët nga variantët. Këto hollësi sigurisht do t'i gjeni në libër dhe unë s'kam ndërmend të ndalem për arsye kohe. Të gjitha ekzemplarët, modelet e gjetura në Shqipëri janë këtu. Për fat të mirë, varianti 3-2A është varianti më i përhapur, më klasik në Shqipëri, por dhe në Ballkanin Perëndimor, dhe këto janë gjithë ekzemplarët e zbuluara këtu me rastet për të gjitha është dhënë imazhi i tyne e me radhë, vendjetja të dhënat e me radhë. Dhe po i kalojmë pak më shpejt këto, tipi 2A, tipi 2B, edhe tipi 3A, që kemi vetëm rastin e Belshit dhe të Shënlish në zonën e Elbasanit. Kjo Shënlish ka dhe emrin Kailla, një emër i lirë, si mos profesor Meritani, që e ka zbuluar në vitin 69, emër që përdorësh në emërtimet apo emrat të ilirë të kohës. 3A kemi dhe një shembull në Rajca, dhe vazhdojmë pastaj me ekzemplarët e tipit 2-3B, është i tipi fundi që mbyll zhvillimin tipologjik për krenarëve në Shqipëri. Është interesant fakti, sikur se ja thash, se ky tip ekziston vetëm në Shqipëri dhe jo në vendet fqinje. Sigurisht në Greqi kemi, në Peloponez dhe në rrethinat e Selanikut. Dhe këto në shembuj kemi në Starov, kemi në Petrush, në Dushkë dhe në Kryegjatë në Apolloni. Tani, monedat e tipit 3B janë shfaqur në përkrenarët e këtij tipi, pra stampohen dhe në monedat e tipit burroj përkrenare, që janë gjetur në rrethinat e Gajtanit, në Shkodër kryesisht, dhe botuar nga profesor Selim Istinami dhe tribotuara më vonë nga profesoresh Gjon Gecaj. Janë dhënë vetëm për të thonë që këto monedha, këto përkrenare, tani i takojnë shekullit nga 4 deri ke 2, dhe kufiri i fundit, terminus ante, është 345, sipas kronologjisë dhe më saktë. Tani në Dardanin, në Kosovë, kemi këto harta e tyne ku janë gjithë, edhe si thash kemi një frusfund vetëm në drinën e bardhë, pra në dej, të drinit bardhë, në zokë kemi shumë raste të tilla në Greqinë apo në Kroaci. Përkrenarja 5 me thesarin e saj, në varre princore, këta ju dini tash aristokracia fisnore ishte shumë e zhvilluar në këtë periudhë në hapësirën tonë. Modelet, vizatimet dhe vizatimet janë bërë nga Florence Cenolli, ndjes për hare, e cilën e kam falendruar vazhdimisht dhe dëshira të përsërisë edhe sot. Dhe kemi rastin e Bastarit, kemi një varr monumental zbuluar në 55 nga profesor Anamali, zbuluar rastisht e gërmuar më vonë nga profesor Anamali, ku kemi 2 përkrenarë, një i lirë dhe një të tipit korintik. Për të thënë që kemi vetëm një ekzemplar korintik, unë kam sjellë një hartë të flugut, i cili e pasqyron gjatë se ku është përqendrimi i këtyre përkrenarëve. Në Shqipëri është thjesht një objekt tregtar dhe asnjë më shumë, nuk flet më shumë. Kemi një përkrenare të Monunit në rrethinat e Pogradesit, e cila është në Berlin Museum, Antique Museum. Kemi një përkrenare
Maqedonase në Apolloni, ku si se dihet, Apollonia 314-312 ka qenë pushtuar për 2 vite nga Maqedonasi dhe një përkrenare kelte në Belsh, gjitha i takon pra shekullit të 3, pra 280, kur kemi invazionin kelt që kalën në për teritorin tonë për shku në Delf. Ju e dini tash historinë së zgjatëm. Dhe këtu një nga shembujt më shprehës është padyshim Trebemishki, është një nekropol tumular në rrethinat e Ohrit. S'po zgjatëm atë, kemi 8 përkrenare atje, të cilat përveç formës të tyre kanë edhe maskat funerare prej ari, një model Mikenas i retarduar deri në shekullin e 6 para Krishtit, koku datohet ky nekropol, për cilin kanë shkruar shumë studiues. E me radhë. Tani, për element të tjerë në rodjes janë si kur që thamë parzmorja, janë këto fragmentet të parzmorës që janë gjetur që ruhen aktualisht sot në fondet tona, dhe përhapja e përkrenarëve ilire në vendet e Ballkanit. Aktualisht kemi vetëm në këtë numër për 830, por numri i tyre shumë më i madh. Po dini, përhapja në Ballkan e këtyre përkrenarëve dhe e varianteve tipologjike të tyre. Por të arritur tek Apjani, shekulli i dytë, i cili në bazë të shirjes të këtyre përkrenarëve përputhet gjeografia e përkrenarëve ilire me territoret e shirjes së ilirëve dhe është e përcaktuar klasik i Apjanit për shtrirën e tyre në Ballkanin. Dhe këto janë disa harta tematike që i kemi në libër, çdo tip ku është gjetur e me radhë. Një tabelë kronologjike, një skemë kronologjike e tyre. Dhe për të mbyllur me atë First Kings of Europe, edhe ndoshta zgjata e mbylli këtu prezantimin, ju falenderoj për vëmendjen, dhe Talia ka lënë fjalën Sabina Veselit, profesoresh asociuar Sabina Veseli, për të mbajtur referimin për librin e Lavdoshja. Faleminderit. Faleminderit profesor. Në fakt, ky prezantim është përgatitur nga profesor Bashkim Laj, i cili në pamundësi për të qenë këtu më ka kërkuar që ta lexoj në emër të tij. Botimi i Lavdoshja Upajt, population et interaction culturelle en ère illyro-épirot du 7e au 3e siècle avant Jésus-Christ, është shkruar në gjuhën frënge dhe përmban rreth 500 faqe, 89 figura, ilustrime, 2200 referenca e tjerë. Në themel të këtij studimi mbetet procesi i akulturimit, një temë e trajtuar shumë pak në literaturën shqiptare. Padyshim, aftësia dhe kontaktet me dy kulturat kryesore, greke dhe romake, kanë ndikuar shumë në zhvillimet kulturore të shoqërisë ilire dhe në vetë historinë e saj. I mbështetur në një analizë të thelluar të materialeve historike, arkeologjike dhe dokumentacionit epigrafik e numizmatik, ky libër hedh dritë mbi ndërveprimet kulturore midis popullsive ilire dhe greke në zonën e Epirit dhe Ilirisë së Jugut gjatë një periudhe që shtrihet nga shekulli i 7 deri në shekullin e 3 para Krishtit. Publikimi është rezultat i një kërkimi disa vjeçar dhe pasqyron përpjekjet e një pune rigoroze dhe shkencore sipas parametrave bashkëkohor. Libri është ndarë në 3 pjesë dhe në 13 kapituj, ku përmbledhja e përgjithshme trajton aspekte të ndryshme të jetës politike, ekonomike dhe kulturore të këtyre popullsive, duke theksuar se si këto dy grupe kanë ndikuar njëri tjetrin nëpërmjet tregtisë, luftrave dhe shkëmbimeve kulturore. Jaupaj përpiqet të shpjegojë praninë e një koineje iliro-epirote, një hapësire të përbashkët kulturore, duke kundërshtuar në fakt nocionet tradicionale të ndarjes së qartë midis grekërve dhe ilirëve. Për autorin, një seri elementesh kulturor të përbashkët kanë shërbyer si ura komunikimi në zhvillimin paralel të këtyre krahinave, ndërkohë që disa elemente të veçantë i diferencojnë ato nga njëra tjetra, ku mund të përmenden forma dhe dekorimet e qeramikës, si për shembull ajo devolita, që përmendet si tipar dallues i kulturës materiale në disa zona, rritet e varrimit, si varret neciste dhe bashkëtesa në dy praktikave mortore të vendosjes me trup dhe të kremacionit, ku praktika e parë ishte më e përhapur, si dhe besimet fetare duke përfshirë rolin e dodonës dhe ndërthurjes së kulteve lokale me ato greke.
Pjesa e parë e librit përqendrohet në përcaktimin e kufive gjeografik dhe kronologjik të hapësirës ku ndodhin këto ndërveprime kulturore midis dy popullatave. Bazuar tek burimet historike, autori analizon mjaft mirë territoret e Ilirisë së Jugut dhe Epirit, duke i ballafaquar me rajonet që përfshin qytet-portet kryesore të Apollonisë dhe Dyrrachiumit, si dhe rajonet e brendshme të kontrolluara nga fiset ilire dhe epirote. Në këtë pjesë autori analizon ndryshimet kufitare të kushtëzuara nga ngjarjet historike, zhvillimet politike, ekonomike dhe ushtarake që kanë ndikuar në marrëdhëniet midis këtyre dy popullatave. Studimi përfshin, siç u thash, shekujt 7-3, periudhën të cilën marrëdhëniet midis tyre evoluan në mënyrë të ndjeshme. Pjesa e dytë trajton në detaje vendet, faktorët dhe rastet kryesore të kontakteve, duke përshkruar natyrën e shkëmbimeve kulturore dhe tregtare midis dy popujve. Në fokus të kësaj analize janë qendrat kryesore të shkëmbimeve, si qytet-portet greke të Apollonisë dhe Dyrrachiumit. Këto dy qendra shërbenin si nyje kyçe për tregtinë dhe shkëmbimet kulturore midis ilirëve dhe grekëve, dhe luanin një rol të rëndësishëm në përhapjen e ndikimeve kulturore, teknologjike dhe ekonomike. Tregtia e mallrave, si metale, enët prej balte, tekstilet, produktet e përpunuara e tjerë, mbesin shembuj të rëndësishëm të shkëmbimeve që ndikuan në përhapjen e ndikimeve kulturore. Sipas autorit, procesi i akulturimit zë fill së pari në shtresat e larta të shoqërisë ilire, akulturimi vertikal, e quan ai, për të vazhduar në gjerësinë e popullatës, akulturimi horizontal. Padyshim këtu del në parë roli i elitave lokale. Procesi i akulturimit, sipas autorit, është zhvilluar në dy kahe me përfitime të ndërsjella, duke sfiduar kështu konceptin e ndarjeve të qarta kulturore midis këtyre dy popujve. Në pjesën e tretë, transformimet sociokulturore dhe ekonomike, autori analizon transformimet në strukturat urbane, praktikat kulturore dhe ndikimet ekonomike në qytetet e Ilirisë së Jugut dhe Epirit. Ai sqaron se në mjaft raste ndërtimi i qyteteve, format e administrimit dhe jeta publike u ndikuan nga modelet greke, ndërkohë që disa vendbanime ruajnë karakteristika të veçanta vendase, si për shembull qytetet ilire pas sistemi hipodamik ose përshtatje e tyre në periudhën qytetare ilire me pseudo-hipodamik, me planifikim të shregullt dhe me zona të fortifikuara për mbrojtje. Jaupai analizon ndikimin e kolonive greke në ndërtimin e teatrove dhe strukturave të tjera publike në qytetet ilire dhe epirote. Duke shfrytzuar burimet historike dhe arkeologjike, ai trajton ndryshimet në ritualet fetare, zakonore, dominimin e panteonit grek, organizimin e lojrave teatrale e sportive në qytetet ilire dhe epirote sipas një modeli mesdhetar, siç është rasti i teatrit dhe stadiumet në qytetet tipike ilire si Bylis dhe Amantia, por dhe praktikat artistike që ndodhen si rezultat i këtyre ndërveprimeve. Për autorin, zona kufitare nuk duhet parë si kufindarës, por një zonë kontakti. Ndikimet ekonomike janë një tjetër aspekt i rëndësishëm që trajtohet në këtë pjesë. Tregtia e mallrave ndihmoi në përshpejtimin e zhvillimit të infrastrukturës, si rrugët dhe portet, dhe ndihmoi në rritjen e prodhimit lokal. Autori thekson se këto shkëmbime tregtare kontribuan në krijimin e një elite tregtare dhe në riorganizimin e strukturave të pushtetit në këto qytete. Në përfundim të kësaj pjese, Jaupai vlerëson se transformimet sociokulturore dhe ekonomike që ndodhen midis ilirëve dhe grekëve ishin një proces i ndërsjell e i balancuar që i ndihmoi të dy popujt të zhvillohen në mënyrë reciproke. Ai sugjeron se këto ndërveprime kulturore dhe ekonomike luajtën një rol vendimtar në formimin e identiteteve të tyre dhe në zhvillimin e rajonit. Në përfundim, ai propozon një qasje më të hollësishme dhe më të gjerë në studimet që lidhen me akulturimin, pasi kështu mund të ndryqohet dhe të kuptohet më mirë historia e popujve të Ballkanit të lashtë. Kjo tezë duhet mbështetur dhe nëpërmjet projekteve të përbashkëta me studiuesve shqiptar dhe atyre të vendeve fshinj, si dhe të jetë pjesë e temave kuadër në një formë më të mirë organizimi. Metodologjia e përdorur nga autori është interdisiplinore, duke mbështetur analizën e të dhënave historike me gjetjet arkeologjike dhe dokumentacionin epigrafik. Libri shënon një përparim të rëndësishëm në trajtimin e marrëdhënieve iliro-greke në Epir dhe në Ilirinë e Jugut. Autori e prezanton këtë rajon jo vetëm si një zonë konflikti, po dhe si një zonë dhe një vend ku shkëmbimet kulturore dhe ekonomike kanë krijuar një hapësirë të përbashkët të zhvillimit urban dhe tregtar. Kjo sfidon perspektivat tradicionale mbi dallimet e qarta etnike dhe politike midis ilirëve dhe grekërve.
Sipas autorit, ndarja i lirë dhe grekër nuk është aq e qartë dhe absolute sa është sugjeruar shpesh në studimet e mëparshme. Përkundrat, si midis këtyre popullsive ka ekzistuar një hapësirë kulturore e përbashkët, të cilën ai e konsideron si një koine iliro-epirote. Jaupaj sugjeron se marrëdhëniet midis ilirëve dhe grekëve duhet të shihen përmes prizmit të ndërveprimeve të përditshme që kanë ndihmuar në krijimin e një hapësire të përbashkët të identitetit kulturor. Kjo mbetet një tezë që duhet studiuar sigurisht më tej. Si përfundim mund të themi se ky studim trajton një nga fijet kryesore nervore të historisë së Ilirëve dhe Ballkanit të Lashtë në përgjithësi, procesin e akulturimit. Pa kuptuar mirë këtë proces, ne nuk mund të vlerësojmë si duhet historinë ilire dhe më tej. Libri përfaqëson një sfidë ndaj interpretimeve nacionaliste që kanë dominuar studimet historike në Ballkan, duke sugjeruar një qasje më objektive që përqendrohet në shkëmbimet dhe bashkëpunimet kulturore. Votimi ka rëndësi jo vetëm në kontekst kombëtar, por dhe më gjerë, pasi prek një temë që lidhet me marrëdhënien ndërkulturore dhe proceset e akulturimit në Ballkanin e Lashtë, duke ofruar një perspektivë të re për kuptimin e identiteteve kulturore dhe etnike në antikitet. Gjej rastin të falenderoj edhe një herë profesor Lajn për prezantimin e librit dhe të falenderoj dhe të bëj urimet e mia lavdoshit në emër tim dhe të departamentit me votimet më teshme. Faleminderit. Ndoshta autori do të thotë diçka. Lejoni që shpreh falënderimet e mia për organizimin e këtij aktiviteti dhe për mundësinë për Akademinë e Shkencave dhe veçanti seksionit shkencave shoqërore, gjithashtu dhe kolegëve të mi, Institutit Arkeologjik, profesorit, drejtuesit të institucionit, të gjithë kolegëve me të cilët kam ndarë këto vite, kjo është një punë që ka nisur herët, si punë doktorale për të përfunduar në botimin dhe përfitoj nga rasti të falenderoj gjithashtu edituesin që më ka ndjekur me shumë kujdes dhe ka dhënë një kontribut shkollën franceze të Athinës, cila në bashkëpunim dhe atë të Romës, që është marrë më shumë me anën e përpunimit grafik, duke mundësuar të jem sot para jush, është emocionuese, por dhe aq përgjegjësi, por duke qenë mes kolegëve është gjithashtu një kënaqësi të ndaj me ju këtë punë dhe të qëndroj hapur sepse siç u mbyll dhe prezantimi është një temë në zhvillim, një temë e cila në fakt nuk është se përfundon këtu, por që është në zhvillim të përhershëm, kjo për shumë arsye, si dhe dhënat arkeologjike do të jenë më të pasur, për shembull libri për krenarët, nëse do ta kisha pasur më herët, do më kishte ndihmuar më shumë. Por jam i sigurt që edhe me kalimin e kohës do ketë monografi të tjera, të cilat do të dalin dhe sigurisht do të mundsojnë dhe do të mbushin ato boshllëqe që unë i kam hasur gjatë punës. Dhe një herë shumë faleminderit dhe mbetem i hapur për çdo kritikë, jo vetëm këtu në auditor, por dhe jashtë. Shumë faleminderit. Dhe unë dëshiroj ta falenderoj lavdoshin për punën shumë të mirë që ka kryer, skrupuloze, dhe ka realizuar botimin e doktoraturës së tij, kërkesë që unë vazhdimisht e kam në qendrën e vëmendjes për punonjësit e brezit më të ri se unë, se ne, sepse në fundit fjalët ikin dhe mbetet e shkruara me skrita manent. Dhe lavdoshi është përpjekur edhe pse është larg qendrës, pra ai ka marrë gjithmonë kontaktet përhershme me institutin, është pjesë organike e tij, por duket që ka bërë një punë shumë të mirë në kuadrin e shkollës franceze, e cila e ka botuar, apo jo? Kështu që dëshiroj ta falenderoj vërtet për këtë punë të mirë dhe si çdo punë në fushën tonë nuk ka përsosmëri, mos mendoni që ka është relative gjërat. Por në nivelin e sotëm të njohurive, është, më duket se është një punë që len të promovohet. Suksese në ardhmërinë tonë me lavdosh. Dhe e shërbej kjo punë si modele dhe për ato që janë në proces.
Tani sipas programit kemi librin e profesoresh Lida Mirajt për mozaikun e Orfeut në Durrës. Po, si ta gjykoni ju, profesor? Në fakt, unë e thash, po tjetër. Pamit nacionaliste në marrëdhëniet midis ilirëve dhe grekëve. Ditë e trajtuar në herë kjo temë. Nuk besoj se u shpreh ashtu, më e falem. Besoj që nuk ka, domethënë ideja është që në interpretimin e dhënave të mos jemi të influencuar nga idetë e një arkeologjie nacionaliste. Cila është kjo? Ka mundësi ta marrë vesh? Nuk është se ka ekzistuar. Kjo i takon atyre, di si janë këto histori ti po tregonin, si na thonin ne pikpamjet. Problemet nacionaliste në arkeologji nuk janë në Shqipëri, janë në Ballkan dhe janë dhe në Greqi. Një minutë, dëgjoj deri në fund. Gjërat në arkeologji, është shkencë, nuk është letërsi. Pikërisht, pra në qoftë se ka pikpamje nacionaliste, thonë që në marrëdhëniet me ilirët dhe grekët, pikpamje nacionaliste është që ilirët i ka mësuar grekët dhe jo grekët ilirët. Se ka thënë njeri të në mësot. Pikërisht nuk shoh një helenizim. Se ka thënë njeri, mirë është që nacionalizmi të përcaktohet. Ta dim dhe ne që është për brezin e ri. Sepse kjo është një njollë i vjet arkeologjisë shqiptare dhe në vitin 1990. Në kjo se arkeologjia, një minut pra dhe në fund. Mësoni herë të gjoni pasaj të përgjigjen. Pra, arkeologjia po e them për ti dhe një herë tjetër. Kush ka guximin të thotë që arkeologjia shqiptare ka qenë nacionaliste, e ka revistën Iliria, e ka vit bëj një leksion akademik, komisioni është, e kemi thënë dhe herë tjera, kush do të promovoj idetë e reja, e të rrëzoj idetë e vjetra që kanë qenë të dëmshme, nacionaliste, e ka katedrën. Tu punoj me katedra, nuk punoj me konsiderat. Nuk kam në gjithi. Faleminderit, keni drejtë sepse u kapëm tek termi nacionalizëm, por nuk besoj që u tha në këtë kontekst. Sidoqoftë, nuk e shoh sepse ka pas një arkeologji nacionaliste, unë e trajtoj në një kapitull, nëse ju dëshironi librin, tek problemet e historiografisë. Ajo që unë do të shtoja profesor është se një ndër frymëzimet e këtij punimi ka qenë dhe kur ju keni prezent në kongresin e Kortonës, mos gaboj, vitet 80, ku ju në fakt nuk e bëra unë prezantimin, termin kojën e Iliro Epirot e keni përdorur ju dhe unë atë kam marrë dhe kam përdorur. Pra, ka qenë një krenari për mua që ta përdorja të punoja në këtë drejtim. Pra, këto probleme që unë shtroj, ju i keni shtruar në atë kohë që dikush të mendoj se flasë për nacionalizëm, pra në vitet 80, në kongresin e Kortonës. Nuk e di, unë korrigjoni që fse kam gabim, por është në kongreset, i cili, në fakt, ju e dini shumë mirë se unë, kjo temë, në fakt, kishte një boshllëk në vendin tonë, në cilin nuk e kishte në krahun tjetër të Adriatikut, dhe më gjerë, dhe mundova që të jap kontributin tim. Por do ju lutesha mos kapeshim në të termat nacionalizëm, sepse nuk përdoret në atë formë, ashtu siç unë, një ndër objektivat e këtij punimi, ju mund ta shihni, është që kam punuar dhe kam bërë shumë kujdes në shpjegimin dhe përdorimin e terminologjisë. Por ju keni shumë drejtë, do ju ftoja që ta lexoni një. Por absolutisht nuk besoj që u tha në këtë kontekst, ndoshta do ta lexoj, është mendimi i profesor Lajt. Qofse është keq kuptuar, kërkoj ndjes, por që nuk flas. Pra, kur flasim për shkëmbime, ato janë të përbashkëta. Pra, është si ne që bëjmë shkëmbim bashkë, pra ju më jepni dhe unë marr. Pra, nuk ka superior. Kjo është tentativa e këtij studimi. Pra, nuk është kur flasim për periudhë helenizim, unë nuk e shoh si helenizim, pra e shoh si një shkëmbim të ndërsjellë dhe ky është thelbi i punimit. Pra, nuk kemi të bëjmë me një dominim të kulture tjetër.
Pra për mua nuk ka kulturë inferiore dhe kulturë superiore. Pra, dhe as nuk kam tentuar të gjej superioritet të kultura ilire, por e gjej atë fal punimeve deri tanishme, sapo e thash që dhënat mund ndryshojnë. Nuk e di nëse jam i qartë, botimet tuaja shprehin qartë këtë dhe mendoj që unë i kam lexuar, nuk më them që i njoh të gjitha, po. Faleminderit. Gjithsesi, unë kisha me thënë që vrekja e personelit tani duhet merret shumë parasysh, sepse asnjë nga ne se kemi lexuar librin, unë s'paku jo ende, por unë besoj që kjo është thënë në kontekstin ballkanik, sikur e kuptova. Po gjithsesi, gjëra me ndara me thik nuk kanë në fushën e studimeve tona, dhe do me qenë ma fleksibël, besoj. Dhe vetë autori e thot këtë gjë që është proces në studim. Edhe unë vërtet e ndjej për kënaqësi të uroj edhe të vazhdosh në studime më plota, më të thelluara në të ardhmen. Kemi edhe librin e tretë, ju nuk ishit në kohë, sepse në vendin tu i fola unë për veten time, që s'më takon, po unë e dija që jemi jashtë vendit edhe e gjithsesi nëse keni në gjë përshtu për librin, albumin e përkrenarëve i lire, librin e kemi bërë njerë, jeni i mirë pritur. Është bërë një album me përkrenarët e plota apo pjesërisht të plota, ku ritretohen dhe njerë çështjet thelbësore të lidhen me këtë kategori gjetjesh në Shqipëri dhe në Kosovë. Po jam mund të them. Kam marrë sot mëngjes, prandaj erdha me vonesë, se isha në Itali, dhe natyrisht që libri për krenarit është promovuar në kuadrin e komisionit të arkeologjisë, po sot jemi në një auditor më të gjerë dhe natyrisht në një event shumë të spikatur që është panajiri ndërkombëtar. Mendoj që e thash dhe atëherë që botimi i kategorive të objekteve është një nga rrugët që duhet ndjekur në qoftë se duam të hapim shtigje me të vërtet ku mund të na ndjekin. Janë libra që mbeten themelor, nuk përsëriten më. Unë besoj që profesor Bunguri e ka pas këtë objektiv dhe me të vërtet ka bërë jo vetëm një studim shterrues, po ka bërë edhe që është që e gjejmë tek Lambolja 1, Lambolja 2, kategoritë cilët unë jam i sigurt në këtë rastin e klasifikimit ka bërë për përkrenaret që do mbeten e kohë gjatë. Dhe është një nga, do të them, kategoritë më treguese të identitetit i lirë në fushën ushtarake, ku identiteti ishte domosdoshëm. Ndryshimi i formës së armatimit, në këtë rast është përkrenarja e shoqëruar dhe me mburojën, natyrisht që qëndron për një kohë të gjatë, nuk merret nga popujt tjerë, përveçson natyrisht sepse edhe nga studimet edhe nga artikulli i parë shqiptar që është ai Hasan Cekës mbi përkrenaret ilire, është një përkrenare e cila vjen nga përkrenaret e shekullit 7, shekullit 6, ka treguar dhe përkrenarja më hershme e Borovës që ka në bazë përkrenare e bërë nga disa copa, është një përkrenare e tipologjisë që vjen nga natyrisht nga ndikimi i Egeut, nuk vjen nga Adriatiku, kështu që në këtë drejtim është një libër themelor, edhe unë e konsideroj një hap i cili duhet ndjekur. Urimen. Faleminderit. Dhe tani, me qenë se kemi kohën pak të limituar, libri i tretë është libri i profesorës Lida Mirajt, një mozaikun e Orfeut të Durrësit. Si rregull, unë kam qenë një nga recenzentët, po më mirë do ishte të flasë vetë. Okej.
Libri i autori e thotë që në fillim ja kushton në Mojkon Zeqos, i cili e ka zbuluar këtë mozaik në vitin 1986. Mbështetur një punë kërkimore shumë vjeçare, Lida Miraj, është fokusuar tek figura e Orfeut me një analizë të bukur të mitit të Orfeut, mjaft i përhapur në botën antike, mitike dhe simbolike. Imazhet e Orfeut për herë të parë përshkruan nga Pitagora, i cili ka kompozuar disa poema që dedikon Orfeut, dhe më vonë Orfeu është përshkruar edhe nga Platoni, Prokuli, Virgjili e të tjerë autorë të antikitetit. Ka një mori librash kushtuar Orfeut, dhe megjithëse problemi është ende në diskutim, disa besojnë se ai ishte më të vërtet babai i besimit pan-helen, teologu i madh dhe njeriu që solli në antikitet rritet e shenjta të adhurimit të fshehtë, dhe mësoi mister e natyrës së vetmes. Përmendja e parë më e hershme e Orfeut i takon në vitit 530 para Krishtit, në libër bëhet një analizë e plotë e hollësishme e figurës së Orfeut të famshëm, i cili njihet herë si mbret trak, herë si poet, herë si këngëtar me famë universale e të tjera. Në përshkrimin e Prokulit gjendet metoda orfike që synon zbulimin e gjëra hyjnore me anë të simboleve, dhe tek Plutarku thuhet se më parë urtësinë dashësit dhe ekspozuan doktrinën dhe mësimet e tyre në tridhime poetike si për shembull Orfeu, Hesiodi dhe Parmendi e të tjerë. Si muzikant dhe këngëtari më i madh i botës së lashtë, Orfeu kishte fuqi jashtëzakonshme mbi natyrën dhe shpirtin njerëzor. Ai ishte i njohur për kafshët e egra simpatike, qytetrimin e popullit të egër, madje dhe lëvizjen e pemëve dhe gurve përmes fuqisë së muzikës së tij. Miti i Orfeut ka qenë mjaft i përhapur në perëndim dhe në lindje për një periudhë mjaft të gjatë historike. Figura e Orfeut ka qenë gjithashtu e përhapur edhe në artet dhe konsiderohet si krijuesi i muzikës. Straboni e përmend se Orfeu jetonte në Pimpleja, një qytet në Pieria të ndodhet afër Dionit në rreth të Olimpit. Dhe çuditërisht jep një shpjegim më të zakonshëm për jetën e Orfeut, duke e paraqitur atë si person të vdekshëm. Megjithëse në rastin e përmend dhe si magjistar që jetoi dhe vdiq në një fshat afër Olimpit. Ndërsa Pausania shkroi për një egyptian pa emër, i cili gjithashtu kishte mendimin se Orfeu ishte një magjistar, duke përdorur fjalën magjistar në greqisht. Orfeu ishte i famshëm në fillimet e para kur është dëgjuar për të, dhe i famshëm ka qenë gjithmonë. Dhe kjo mënyrë konceptimi duket se nuk ka rënë asnjëherë. Miti i Orfeut daton në shekullin 7 para Krishtit dhe ose fillimin e shekullit 6 para Krishtit. Orfeu ishte muzikant dhe poeti më i madh i miteve antike, këngët e cilit mund të magjepsin bishat e egër dhe shtynin edhe shkëmbit dhe pemat të lëviznin. Ai ishte një nga argonautët, dhe kur Argoj duhet të kalonte ishullin e sirenave, ishte muzika e Orfeut, ajo që e pengoi ekuipazhin të joshej drejt shkatrimit. Autori i përshkruan me hollësi gjitha informacionet që lidhen me këtë figurë mitologjike, këtë poet të antikitetit e me radhë, dhe vlera apo mesazhi që jep autoria, unë s'po t'i lexoj tani të gjitha këto, për të qenë në kohë me programin, por miti i Orfeut, autori konkludon se shërbeu si një përmbledhje e të dhënave mitologjike, himne dhe poezisë orfike, dhe përmban një gamë të gjerë të mendurit mitologjik, që recitohen në rritet e misterit dhe ritualet e pastrimit. Zëri i Orfeut dhe luajtja e lirës së tij përfaqësonin një mjet zbulimi e sinjori më të larta për kultet e antikitetit. Miti i Orfeut rezonon gjatë gjithë kohës si arketip i fuqishëm, sepse tregon se si arti, poezia dhe muzika mund të përdoren për të kapërcyer sferat e shumta të ekzistencës, përditshme dhe të qiellores, të gjallëve dhe të vdekurve, të vetëdijshëm dhe të pavetëdijshëm, kaotik dhe harmonik, maskullor dhe femëror dhe personale dhe kozmike. Ura krijohet nga rezonancat e përbashkëta midis këtyre sferave përmes ajrit, emocioneve dhe imagjinatës. Autoria bën një analizë të detajuar dhe të bukur, duhet thënë, të zhvillimit të përhapjes së mitit të Orfeut në antikitet, përshtatur në studim të thelluar shkencor, besoj që studiuesit e fushës do ta vlerësojnë një lloj,
Dhe e veçanta tjetër është bazuar në një literaturë mjaft të gjerë, të cilën e citon në çdo detaj të librit. Siç e dim, mozaiki i Orfeut ndodhet sot në një gjendje jo të mirë fizike, sepse ndodhet në kampin përdes të një banese e i mbytur nga lagështira dhe kërkon ndërhyrjen e menjëhershme të organeve të kulturës, përkatësisht Ministrisë Kulturës, për marrjen e tij në mbrojtje sa më parë të jetë mundur. Në këtë rast unë dëshiroj ta falenderoj kolegën Lida Miraj dhe t'ju uroj suksese në punën e saj, e cila megjithëse ka vite që është shkputur në punë të tjera, nuk e ka shkputur marrëdhënien e saj me arkeologjin në asnjë moment. Dhe libri që na ka sjellë Lida, vërtet hyn ke librat që duhen vlerësuar dhe zë një vend të rëndësishëm për kulturën antike në Shqipëri. Faleminderit për mendimin. Faleminderit shumë. Ju falenderoj të gjithëve, falenderoj shumë Akademinë e Shkencave për mundësinë e botimit të këtij libri. Në fakt, librin e botova jo vetëm kujtim të Mojkohumit që e ka zbuluar, por dhe në drejtim të asaj që do Zotit bëhet ç'është e mundur që ky mozaik të shpëtohet dhe të ketë mundësi për të ruajtur se ka një degradim. Fakt, mozaiku Orfeut, mozaikët për Orfeun, se në libër bëhet dhe analiza e thellë e mitit, që është përdorur që herët që nga shekulli i 6 dhe më vonë, por në periudhën e krishtrimit hershëm përdoret dhe si figurë e Krishtit, nga që kishte qenë botë në përteme dhe ishte kthy dhe është në katakombe dhe mozaikët për Orfeun janë përdorur në gjithë Mesdheun. Dhe ky joni është një nga ato bukrit mozaik dhe është gjuna që të degradohet. Po miti i Orfeut është mit shumë interesant i antikitetit, prandaj dhe u futa dhe më shumë thellohem ke mozaiku i Orfeut Durrësit. Pa u zgjat shumë se presin dhe tjerët aty për seancën e mëvonshme. Ju falenderoj me gjithë zemër për botimin. Ne deklaroj të mbyllur, sepse koha është ka që është koha në dispozicion tonë. Ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen dhe për dëgjimin.